Mirë se ke ardhur te ky moment I relaksimit të këndshëm dhe të thellë. Dua që të gjesh një vend të qetë, ku mund të ulesh apo shtrihesh në mënyrë komforte për disa qaste. Do të mbyllësh sytë kur të jesh gati, sepse kur të mbyll sytë, do të jetë më lehtë për ty të eliminosh pengesat rreth teje dhe mund ta sjell vetdijen brenda teje për një kohë të shkurtër gjatë këtij meditimi. Gjatë tërë kësaj kohe, ti do të jesh në prezencën tënde dhe sikur se kur të ndëron, gjatë ditës, ti do të jesh në kontakt me vetveten, mendimet, ndjenjat dhe brendësinë tënde. Kur të kryejmë këtë meditim, ti do të jesh më e fokusuar, I çlodhur dhe pushuar. Tani, do t'ja fillojmë. Mbylli sytë ngadalë. Merr frymë thellë një herë. Dhe shliroje të ngadalë. Së bashku do ta krijojmë një ndjenjë të këndshme të relaksimit në pjesët e ndryshme të trupit tuaj. Dhe kur të kryejmë këtë seancë, kjo ndjenjë do të hyjë edhe më thellë në trupin tuaj dhe do ta ndihesh veten më të pushuar dhe të kthjellët. Tani, sjelle vetdijen tek duart e tua. Shtrëngoje njerën nga duart sa më fort që të mundesh. Merr frymë thellë dhe mbaje atë. Shtrëngoje dorën në të njëjtën kohë. Mbaje frymarrjen brenda. Edhe pak. Dhe shliroje ato ngadalë. Ashtu. Le të shpërndahet relaksimi ngadalë. Nga dora, muskujt e dorës, deri te shuplaka e saj, mbi shuplak, dhe deri te gishtarinjët. Ti ndoshta e ndin në ndjenjë shtrëngimi në dorë. Apo edhe gishtërinë ndoshta të duken pak më të peshuara. Vazhdo të relaksohesh dhe merr frymarrje ngadalë dhe me taktin tënd. Sjelle vetdijen tani te këmbët. Në pjesën e sipërme, brapa dhe tek gjunjët. Shtrëngoje ato. Ndije tensionin e shtrëngimit në muskujt lart dhe poshtë, tek themrat dhe gishtërinja e këmbës. Tani, merr frymë thellë, mbaje këmbët të shtrënguara, mbaje frymarrjen brenda, ndije tensionin e shtrëngimit, mbaje edhe pak. Ashtu. Liroje frymarrjen ngadalë dhe relaksoje këmbët. Observoje se si relaksimi shpërndahet nga gishtërinjtë e këmbës dhe lart këmbëve. Observoje gjithashtu se si ndihen muskujt e këmbëve kur janë të relaksuara. Ndoshta e ndin ndonjë ndjenjë nxehtësie apo pirje. Bëre këtë ndjenjë të këndshme dhe pushuese për këmbët tua. Tani, sjelle vetdijen tek muskujt e ndejes. Shtrëngoj muskujt fort dhe merr frymë thellë.
Mbaje frymën në të njëjtën kohë që shtrëngon muskujt e ndenjes. Mbaje edhe pak. Ndije tensionin e shtrëngimit. Mbaje frymarrjen edhe pak. Ashtu. Shliroje atë, duke shliruar edhe muskujt e ndenjes. Observoj gjithashtu si trupi tani është duke tu relaksuar edhe më shumë, edhe ndin peshën e trupit tënd të mbështetur në karrikë apo të shtrier në dyshekun ku je tani. Ndije këtë ndjenjë dhe kënaq me relaksimin e trupit. Sjell edhe dijen tani tek barku dhe lukthi. Shtrëngoj ato. Merr frymë thellë. Mbaje tensionin e shtrëngimit. Ndije atë tek barku, lukthi. Edhe pak. Lëshoje frymarrjen ngadalë. Ndije se si barku dhe lukthi relaksohen. Observoj gjithashtu se si barku ulet dhe ngritet në takt me frymarrjen tënde. Sa herë që ta liron frymarrjen, thellësohen ndjenja e relaksimit tek muskujt e barkut dhe lukthit, dhe ti e ndin se sa e pushuar dhe relaksuar ndihesh. Dhe ky relaksim shpërndahet në gjithë trupin. Sjell edhe dijen tani tek gjoksi dhe krahërorët. Shtrëngoj ato. Gjithashtu edhe muskujt e qafës shtrëngohen. Ngriti krahërorët dhe kur ti ngrit ato, i shtrëngon. Merr frymë thellë. Disa sekonda. Mbaje frymën. Edhe pak. Ashtu. Liroja atë ngadalë. E relaksohu. Bën që krahërorët të ulen pak dhe observoje se si ndjenja e këndshme e relaksimit tani të shpërndahet nga krahërorët deri te muskujt e gjoksit. Edhe koka ndihet pak më e rëndë dhe ndjenja e relaksimit në trup bëhet më e thellë dhe më intensive. Kjo është një eksperiencë e mrekullueshme edhe për shëndetin mental, por edhe atë fizik. Tani do të punojmë pak me relaksimin e fytyrës. Dhe kur muskujt e fytyrës relaksohen, ndjenja e relaksimit në trup do të thellësohet edhe pak, e më shumë. Shtrëngoje muskujt e fytyrës duke i mbyllur syt fort. Merr frymë thellë. Shtrëngoje fytyrën. Mbaje frymën brenda. Edhe pak. Mirë. Relaksohu. Liroje frymarrjen. Është ndjenjë shumë e këndshme ta lirojmë dhe ta lejojmë fytyrën të relaksohet. Ky relaksim bën që muskujt e ballit të relaksohen gjithashtu. Balli ndihet i butë dhe i freskët. Faqet e mjekra ndihen të relaksuara e bile edhe gjuha ndihet të relaksuar dhe pushuar këndshëm në gojë.
Ti tani e din peshën e trupit tënd dhe gjithashtu e din se sa i relaksuar është trupi. Një ndjenjë e këndshme peshës dhe nxehtësi shpërndahet në trupin tënd. Dhe kur kjo ndjenjë thellësohet, ti e ndin peshën tënde në karikën ku je ulur, apo dyshekën ku je shtriur. Ndoshta vetdia do të ngritet pak në sipërfaqe dhe do të jesh në gjendje të zgjuar. Edhe kjo nuk ka lidhje. Tani, fokusohu në brendësinë tënde. Brendësia jote i përdor figurat vizuale, ideat, njohurit, që janë më të mëdha se intelekti yt. Kjo është një aftësi shumë e vlefshme që mund të krijojë diçka të vlefshme dhe që mund të përgjigjet në pyetjet e tua dhe të udhëheqë në rrugën ku dëshiron ti të shkosh. Si duket rruga e brendësisë yte? Apo si duket suksesi i brendësisë tuaj? Lejoje fantazinë tënde ta paraqet një imazh vizual ashtu siç vetëm ti mund të fantazosh. Dhe unë dëshiroj që ti të jesh në atë fotografi dhe të mbash atë memorie, një çast. Çfarë është suksesi për ty? Paraqite atë në një formë vizuale apo imazh. Lejoje veten të fantazosh. Observoje këtë imazh një moment. S'ka lidhje sa është kthjellët apo ende është duke formuar. Bëre formën më të fortë, më të kthjellët dhe më të ndritshme. Dhe ndije se si ndjenja e vetbesimit dhe komfortit rritet brenda teje. Bashkoje tani gishtin tregues dhe të mallin në njërin nga duart e tua. Edhe pyete veten në brendësinë tënde. A është në rregull ta kujtosh këtë fotografi apo imazh kur je në gjendje të zgjuar ndonjëherë? Përgjigju në brendësinë tënde. Tani do të lush të përgatitesh ta sjellësh vetdijen rreth dhomës se ku gjendesh dhe do t'ja filloj të ngjej prej 1 deri në 5. Kur të them numrin 5, mund t'i hapësh syt dhe të kthehesh në dhomë me një ndjenjë relaksimi të këndshëm e të pushuar. 1. Të gjitha ndjenjat e pirjes së trupit, therrjes, nxehtësisë, zhduken nga ti. 2. Ngadalë bëhesh më vetëdijshme ndaj ndjenjes së trupit tënd. 3. Lehtë dhe thjesht je kthyer në gjendje të zgjuar dhe mund të ndish zërat dhe zhurmën përreth teje. Ti e ndin zërin tim dhe kupton rëndësinë e fjalëve të mia.
4. Tani je në gjendje të zgjuar. 5. Hapi syt ngadalë në taktin tënd dhe rri në atë pozicion të ulur apo shtrirë derisa të ndinë se mund të ngritesh në këmbë. Ngadalë. Ngreje trupin dhe ndije kënaqësinë e relaksimit, pushimit të trupit tënd të mbushur me plot energji të re. Faleminderit.